edhe 2-13 degë të organizume vetëm në Evropë. Në Amerikë kena me ma shkurt, më vje ketë shumë që kena me ma shkurt, po LDK ka pas dega, dhe një deri ku ka pas, deri në Zeland 3, një kohë një rëthon. Ne mundimi më organizu më brapa. Tani ky organizim, rikthim në organizim i nuk do të më përkthy në ndëshkim, pse ata njerëz ka marrë pjesë në regjistrim. Ata që kanë, ta them krejt në fillim, të emisionet mos më marrë me këtë punë. Ata që kanë fut durt në skema, kanë pretendu me preks votën e lirë të qytetarëve në mërgat. Me zhvendos vullnetin e tyre, nuk janë LDK-s, janë pa pranueshme për mua edhe për LDK-n. A duhet këtë hetim? Edhe hetimi deri në fund, mos barë çdo rast, në mënyrë që mos me i lanë këtë damë politike neve, sepse nuk është e jonja. Nuk ka LDK-ja, ajo që pranon, lejon, edhe toleron situata të tilla. Kur, sepse ajo që këto po pretendon vetëvendosja partia në pushtet, që LDK i ka manipuluar zgjedhjen. Po jo, se vetëvendosja po mundon manipulimin e vet me sikur puna e hajnit, kur bën me gisht çore hajni. Për me ik vet, mos më kap, bën me gisht me ik situatave, nuk guxojnë këto situata me bë. Çka ka ndodhur keq, çka ka ndodhur keq. Ata duhen me na kallzu neve pse ka ndodhur 8-2 raporti i votave në ambasada. Po ju s'keni insistuar në këtë? Edhe ata nuk kanë insistuar në këtë. Ata po insistojnë që ata e kanë dërguar gjykatë kushtetuese duke thënë që këtë. Ja çdo procedurë është kjo. Ja çdo procedura, edhe nëse na bën ankesë për këtë raport votave në ambasada. As për fotografi që kena po thost me vota në për çoshe, në për banjo, në për kuzhina, në për garazhat kerreve dhe bagazhet kerreve, që ambasadorët tonë i kanë mojt votat e lira të qytetarëve. S'ke bo ankesë me kohë, kusht ka faj. Na nuk kena besu që diçka tillë mund të më ndodhë. Po kjo nuk do me thonë që nëse ti nuk i drejt proceduralisht, nuk i drejt në fakt. Edhe në du më distancu, kjo është arsye që unë kam guxim në me LDK-s me thonë që jo që keni prek vota, keni më ballafaqu me LDK-n mas pari, me ligjin ma vonë. Me ligjin ka marrë si pasoj, ligji ka me folë. Po ata nuk më në shpëtu drejtësisë edhe mrena LDK-s, sepse na nuk pranojmë. Pra ju një të bindur që nuk ka pasur skem të organizuar kriminale aty që është përfshirë dikush tjetër? Me dijen time, me njorit e mia, me ato krejt që ka komojt unë me përcjell edhe me mbulu, LDK-ja nuk e pranon këtë lloj